Atleta shqiptare Anila Muçaj ka ndërruar jetë në trale të Irlandës. 48 vjeçaria shqiptare nënë e fëmijëve u përplas nga një makinë në kohën kurse bashku me 2 mikeshat e saj ishin duke varpruar në një rrugë të ngushtë dhe të sheshtë, në zonën që dërgon nga qyteti Trale për në urën Blennerville. Sipas raportimeve të mediave irlandeze, drejtuesi i mjetit ishte një 80 vjeçar i cili kishte shfaqur probleme mjekësore dhe përpasoi humbi kontrollin e mjetit. Zona ku ndodhi ngjarja është njohur dhe përdoret për vrapim, ciklizëm dhe ecje. Atletja Anila Muçaj u trajtua në ngjarje para se të dërgohej në Spitalin Universitar Kerry, por pa mundur të bjentonte nga goditjet. 2 mikeshat e saj kanë lëndime, por sipas mjekëve janë jashtë rrezikut për jetën. Edhe drejtuesi i mjetit u dërguar në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.